Zarfi i zi në Big Brother Kosova ka rënë si një bombë brenda shtëpisë, duke ndryshuar rrjedhën e lojës dhe duke ngritur tensionin në nivelin më të lartë të mundshëm. Një vendim i papritur nga vëllai i madh ka vënë në lëvizje emocione të forta, frikë, pasiguri dhe strategji, duke treguar edhe një herë se në këtë lojë askush nuk është i sigurt. Këtë herë, protagonisti kryesor i ndëshkimit është Limi, i cili për shkak të një shkeljeje të rregullave është dënuar dhe është futur në një dhomë të veçantë bashkë me Albën dhe Dolcen. Ajo që e bën këtë situatë edhe më të rëndë është fakti se nga kjo dhomë, dikush do të largohet përfundimisht nga Big Brother Kosova. Leximi i Zarfit të zi solli një heshtje të frikshme në shtëpi. Banorët mbetën të ngrirë, sepse të gjithë e dinë që Zarfi i zi nuk sjell kurrë diçka të lehtë. Ai është simbol i ndëshkimit, i pasojave dhe i kthesave të forta në lojë. Kur u përmend emri i Limit, vëmendja u përqendrua menjëherë tek ai. Limi, një nga banorët më emocional dhe më të drejtpërdrejtë të këtij edicioni, u përball me pasojat e veprimeve të tij, duke e kuptuar se Big Brother nuk fal, pavarësisht popullaritetit apo rrugëtimit të drejtanishëm. Vendimi që Limi të futet në një dhomë të izoluar bashkë me Albën dhe Dolcen nuk është i rastësishëm. Të tre këta banorë përfaqësojnë profile të ndryshme loje dhe personalitete që shpesh kanë sjellë tension brenda shtëpisë. Alba, e fortë, e drejtpërdrejtë dhe gjithmonë e gatshme të mbrojë veten, e pa këtë situatë si një sfidë serioze. Dolca, nga ana tjetër, më e qetë në dukje, por me një lojë të brendshme të fortë, e kuptoi menjëherë se kjo dhomë mund të jetë fundi i rrugëtimit për njërin prej tyre. Dhoma e izolimit nuk është thjesht një hapësirë fizike. Ajo është një test psikologjik. Të mbyllur larg banorëve të tjerë, pa mbështetje, pa informacione të jashtme dhe me presionin se dikush do të eliminohet, tensioni rritet nga minuta në minutë. Çdo fjalë peshon më shumë, çdo reagim analizohet, çdo heshtje bëhet e frikshme. Limi ndodhet përballë një prove të madhe. Sepse përveç ndëshkimit, ai duhet të përballet edhe me ndërgjegjen e tij dhe me faktin se veprimet e tij kanë pasoja reale. Alba nuk e fshes shqetësimin. Ajo e di që kjo situatë mund të jetë vendimtare për fatin e saj në lojë. Qëndrimi i saj në dhomë është i fortë, por tensioni ndihet në çdo lëvizje. Ajo e di që publiku po vëzhgon, që çdo sjellje mund të ndikojë në perceptimin e saj dhe se çdo gabim mund t'i kushtojë shtrenjtë. Dolca, nga ana tjetër, përpiqet të ruajë qetësinë, por presioni është i dukshëm. Në një lojë ku çdo sekond ka rëndësi, kjo izolim kthehet në një betejë nervash, ndërkohë pjesa tjetër e shtëpisë është e tronditur. Banorët flasin me zë të ulët, spekulojnë, friksohen dhe pyesin veten se kush do të jetë viktima e radhës. Zarfi i zi ka sjellë pasiguri totale, sepse askush nuk e di se çfarë kriteresh do të përdoren për largimin. A do të jetë një vendim i vëllait të madh? A do të ketë një provë? Apo gjithçka do të varet nga sjellja e tyre brenda dhomës? Ajo që është e sigurt është se kjo ngjarje shënon një nga momentet më të forta të këtij sezoni të Big Brother Kosova. Ndëshkimi i Limit, përfshirja e Albës dhe Dolcës dhe paralajmërimi se dikush do të largohet, kanë krijuar një atmosferë të rëndë dhe dramatike. Loja ka hyrë në një fazë ku gabimet nuk falen dhe ku çdo vendim mund të jetë fatal. Zarfi i zi nuk është thjesht një ndëshkim individual, por një mesazh i qartë për të gjithë banorët. Rregullat janë të shenjta dhe loja po shkon drejt një pike ku vetëm më të fortët psikologjikisht do të mbjetojnë. Tani mbetet vetëm një pyetje në ajër që mban të mbërthyer publikun dhe banorët njësoj: kush do të largohet nga Big Brother Kosova?